Deputeti demokrat Ervin Saliani ka qenë së fundmi i ftuar në një emision televiziv, ku nuk ka munguar të flasë për një nga temat që prej kohësh ngjall kurreshtje të madhe në publik, marrëdhënien e tij me ish-deputeten dhe moderatoren e njohur, Grida Duma. Në një rrëfim të hapur dhe të drejtë për drejtë, Saliani nuk i kurseu fjalët e mira për Dumën, duke vënë theksin te mbështetja e saj e pakushtëzuar në momentet më të vështira të jetës së tij politike e personale. Ai rikujtoi periudhën e izolimit në burg, të cilën e përshkroi si një kohë të rëndë dhe të mbushur me sfida të mëdha emocionale. Në atë kohë, sipas tij, Grida Duma ishte personi që i qëndroi më pranë, duke i dhënë kuraje dhe shpresë për të përballuar ditët e gjata pas hekurave. Muajt e fundit, kur unë kam qenë i izoluar në burg, ajo ka qenë gjithmonë mbështetëse dhe e pranishme. Më ka vizituar shpesh, më ka dhënë forcë dhe kjo është një gjë që nuk mund ta harroj kurrë, u shprehaj. Këto fjalë u shoqëruan nga një ton emocional, që la të kuptoj se marrëdhënia mes tyre shkon përtej një miqësie të zakonshme. Një nga momentet që ka bërë bujë kohët e fundit ishte fraza e tij e thënë gjatë një interviste te emisioni i Gridës, ku ai e quajti atë kënaqësia ime e përjetshme. Shprehja e papritur u bë menjëherë virale në rrjetet sociale, duke ndezur komente e interpretime të pafundme. Nuk e prisja as unë ta thosha këtë frazë, më doli papritur, ishte një emocion i momentit. Ishte e sinqertë dhe ndoshta reflektonte ndjesinë që kisha në atë kohë, tha ai, duke lënë të kuptohet se mes tyre ekziston një lidhje e veçantë, që ndoshta nuk është e thjeshtë për t'u shpjeguar. Kur u pyet drejt për drejt nëse ai dhe Grida kanë në plan të kurorëzojnë marrëdhënien e tyre, Saliani zgjodhi të mos jap një përgjigje të prerë. Nuk do të jap vëmendje tani. Do të ketë momente të tjera ku do të diskutojmë gjatë e gjerë për këtë çështje. Unë nuk e kam përfshirë asnjëherë jetën time personale në publik dhe kam dashur që ajo pjesë të mbetet intime, u shpreh ai duke i lënë hapur të gjitha mundësitë. Deklaratat e Salianit kanë ngjitur një valë të re reagimesh në opinionin publik. Në rrjetet sociale dhe në media është rikthyer edhe një herë debati i vjetër. A janë dy figurat politike vetëm mik shumë të afërt, apo mes tyre ka diçka më tepër? Shumë analistë e kanë parë këtë afërsi si një lidhje të pashpallur, ndërsa të tjerë mendojnë se bëhet fjalë thjesht për një marrëdhënie të fortë, besimi dhe respekti reciprok, që ka lindur nga eksperiencat e përbashkëta në politikë dhe sfidat personale. Nga ana tjetër, Grida Duma, e cila prej kohësh është tërhequr nga politika aktive për t'u përkushtuar medias dhe jetës publike si moderatore, nuk dhën ende një reagim të qartë për këto deklarata të Salianit. Megjithatë, fakti që ajo ka qenë gjithmonë pranë tij, duke e ftuar në emisionin e saj dhe duke i dhënë hapësirë për të shprehur mendimet, shihet si një tregues i marrëdhënies së veçantë që ata ndajnë. Publiku shqiptar, që gjithmonë ka treguar një interes të madh për jetën private të figurave politike, duket se e ndjek me shumë kurreshtje këtë histori. Shumë prej tyre shprehen se do të dëshironin të shihnin një kurorëzim të kësaj afërsie, ndërsa të tjerë janë më skeptik dhe presin fakte konkrete përpara se të bëjnë gjykime. Në çdo rast, një gjë është e qartë. Lidhja mes Ervin Salianit dhe Grida Dumës është një nga temat më të diskutuara të momentit, duke tejkaluar shpesh edhe agjendën politike. Çfarë do të ndodhë më tej, mbetet për tu parë. Por një gjë e sigurt është që çdo deklaratë e tyre e ardhshme do të jetë në vëzhgimin e plotë të opinionit publik.